أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. Falëndërimi dhe lavdërimi takon Allahu xhaleshanuhu, kërkojmë ndihmë prej tij dhe falje gabimesh. E lutim Allahun xhaleshanuhu që të na mbrojë dhe ruaj prej të këqijave tona dhe të këqijave të punëve tona. Këndë udhëzon Allahu, s'ka kush e lajthit nga rruga e vërtet, këndë humb, s'ka kush e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka zot tjetër dhe të adhuruar tjetër përveç Allahut i vetëm i pashoq, dhe dëshmojmë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i tij. Motrat dashura, ju falenderojmë për prezencën e juaj dhe falenderojmë Allahun xhaleshanuhu që po na mundson këtë transmetim të bukur me pyetje dhe inshallah përgjigjet adekuate të cilat keni nevojë për më marr nga ne. Dhe gjithsesi nuk e harrojmë asnjëherë të shprehim respekt dhe falënderim edhe ndaj Laurës për mundësinë lehtësimin e këtyre ligjëratave. Allahu të shpërblet mësuese. Atëherë inshallah po fillojmë me pyetjen e parë. Thotë një motër, si mund të sillemi me prindërit kur nuk jemi dakord me ta, por duam t'i respektojmë? Po, e dim se me të vërtet Allahu xhaleshanuhu këtë botë na ka caktuar rregulla, kufi, na ka dhënë urdhra, po ashtu dhe kena ndalesa. Pra një prej urdhrave të Allahut është në ajetin kuranor ku Zoti thot Abudullahe la tushriku shay'an. Thot Allahu xhaleshanuhu jep urdhër me besu Allahun. Dhe po ashtu thot silluni mirë ndaj prindërve. E mos u thuni atyne as of o. Do më thonë, na urdhron që me njëherë pas besimit në Allahun xhaleshanuhu të kemi respekt dhe të sillemi mirë ndaj prindërve. Po ka njëherë neves na konvenon. Ka njëherë nuk kemi dëshirë, nuk na pëlqen. Ka njëherë nuk na pëlqen për me pranu ato se çka na thojnë prindrit. Mirë, po na duhet me qenë ata të cilët edhe na pëlqej ka njëherë, s'na pëlqej, me pranu dhe me respektu fjalën e tyre. Përveç kur, nëse na ndalojmë për me respektu fjalën e Zotit dhe me praktiku fjalën e Zotit, edhe atëherë bile na duhet me pas një farë rezerve, një farë kujdesi ndaj tyre. Për shembull, kom raste vinë nxënës të thonë, mësues shumë kam dëshirë me ngjit mbulesën, po nuk u mblen baba. Po unë i thëm, po unë se veti, du me ngjitë dhe s'ko me vetë. Ati për shprehen atë mënyrën shumë arrogante. Jo, edhe atëherë ti kime pas me një strategji dhe një metodë, qysh kime bind prindin për me ta leju ty me praktiku fjallën e Zotit. Kime përdor fjallë të mira, kime përdor fjallë të buta, kime qenë a i cili kime mundu që me qenë ajo e cila mënyrën më të mirë të mundshme kime marr atë lejen prej tij. Do më thonë, kemi thonë me fjallë buta, po është urdhër prej Zotit. E di që ti nuk pëlqen, po Zoti ka urdhru që une me kry këtë obligim. E kur të shkojmë para Zotit, ti nuk kime marrë barrën e dënimit për mu, po une këmu dënu. Kështu që të lutë na, mos më penga në kryen e urdhrave të Zotit. Ma heret, për shembull, kur kena pas me motra biseda, kam pas pengesa dhe namaz, si kanë lënë as namazin me fal. Kjo që na mëson që na, për me dalë prej këtyne situatave kur kemi kështu, mbi gjitha, me pas dialog, me pas bised, me edukat, me kultur, po me shtetë Zotit edhe me bo dua. Me bo dua që Zotit mi asbut zemrën për shembull prindit për një dëshirë tonë ti që ai me të leju me vetë dëshirë. Jo me shtrëngim prej teje që gjithsesi
pe baj edhe s'po të veti, do më anë jo me pa dëshirën e ti, po mu mundu që na me tregu qatë kulturë dhe edukatë ndaj prinderve, që kur të bojna dua, me thonë o Zot zbutja zemrën e ti, o Zot ktheja menen që tu më lejon ai vet, tu më thot ai vet bone që të punë, për shembull. Po çdo herë qoftë është punë e hajrit tani, jo për çështje për shembull, ka qef me shku çika mramjet natës, me dal me shoqni dhe me bë dua Zot inshallah i kthehet menja mu më lan baba. Jo. Sa ajo është diçka e keqe, domthon elhamdullah që ka thënë Zoti menën babës që më ndalu prej asaj të keqe, sa e ka për të mirën ndonë. Domthon duhet me pas kujdes. Ja analizona gjanat edhe prej kandit ton, se kur duhet me ndëgju babën, edhe kur nuk duhet, mos me ndëgju s'mujna me thonë, po mu mundu me zbut atë pa dëshiren e ti, me fjalë të mira të buta edhe me dua. Kjo është mënyra më e mirë. E asë si nuk guxojna me treguna arrogant, edhe pse nashta krejt si fëmijë kena mujt me gabu, po ju lutem kush e keni gjallë, dinja kimetin, edhe mos gabon gabime ndaj tyre. Se çdo njani ka mu pendu një ditë kur e shet që nuk i ka mundi një. Edhe komunikeq për gabimet e veta, edhe ka mu mundu me kthy atë kohë, me përmirësu veten, po nuk ka mundësi mu kthy koha. Gjithçka mujna me kthy, po kohën ju. Kështu që mundohuni, sa i keni gjallë, me ditë kimetin, me dasht, me gjithë shpirt, me respektu me gjithë zemër, edhe më mundu me qenë afër tyre sa ma shumë, me nda kohë me ta, sepse ato është bekimi që Allahu ta ka mundësu me pas, e ki dy dyrë xheneti, ki të hapura, që me sevapën që bën ndaj tyre, me ta lecu Allahu rrugën për në xhenet, edhe mbi të gjitha, jeta jote ka me qenë shumë e lehtë kur i ki prind gjallë. Duat që i bojnë ata për ty, drejt për drejt, ka mu pranu duajet e Zotit Gjeleshanu hum. E Allahu na rujt, qofse na i fëmijë është prej atyne që me bë dua prindi kundrejt tyre, edhe ajo mos harrani që në e ka momentin që pranohet. E keni kujdes mos ja bërini qatë situatë prinderve që mu lut kundërt juve. Po mu lut pro juve dhe për suksesin e juve dhe për arritjet e juveja, kjo është më e mirë për juve. Kur prindi është i kënaqur me ty, di që dhe Allahu është i kënaqur me ty. Me bo moment që prindi është i zemruar me ty, di që automatikisht Allahu është i zemruar ndaj teje. Allahu na mundsoft, kush e keni gjallë, me kanë sa ma të kujdesshëm ndaj tyre, se une asnjënin se kam gjallë, veç bëj dua, edhe sadak, ala vazhdimisht rrin lidhje me ta, me punë të mira që mundona që dhe aty në mjo shku të Zotit dhe më ngrit ata shkaku i veprave të mia. Ka që kisha për këto, Laur. Tamam, pyetja tjetër është kështot. Është pak si, me thonë, disa probleme familjare. Thot një motër, familja burrit tim gjithmonë po sillet keq me mu. Më provokojnë, më injorojnë, më shkelin, më përbuzin. Më qeshin e më shojnë sy shtrembët. S'më kam pranu plotësisht si nuse e asoj shtëpie. Bëjnë vepra jo të mira ndaj meje, si nusja e tyre. Dhe burri im ka fol me ta, i ka diskutu, por njëjt po veprojnë. Nuk e di më çka të bëjmë. Kam nevojë për një këshill, kam duru shumë gjana. Faleminderit. Allah e një muft. Edhe ai na mundsoft për këtyne situatave me dalë shumë motra që edhe pse kena përparu me shumë aspekte, po halam që të pik jetën patriarkale, hala është u jetune për disa familje. Do më thonë, hala se pranoj nusën si pjesë antari familjes, po si të pric, edhe si shërptore, edhe si e huja, edhe si s'po di qysh me përdor një term, si e panevojshme. Mirë po, ajo është pjesë e jotja, dashtë s'dashtë do të me pranu. Mas pari po kthemi te momentet e fundit pejgamberi alayhis salam kur këtu dalë prej kësaj bote, fjalët e fundit që kanë dalë prej gojës së tij nuk na kalon asnjë porosi tjetër përveç dyve.
Ato janë, ka thonë, es-sala, wa ma meleket eimanukum. Do më thonë, thot Fatimja, vajza pejgamberit alayhis salam, momentin kur pejgamberi këtë dhënë shpirt, që to dy fjalën kanë fjalët e fundit. Ç'a do thot? Namazin. Dhe keni kujdes në ato që u janë dhënë në përkujdesje. U janë lënë në amanet në përkujdesje. Domthon kur e kanë komentu hadithologët këto fjalë pejgamberit alayhis salam pe dina namazin ai ka lënë fjalën e fundit që obligim për çdo besimtar që na duhet jo me konsideru si farz prej Zotit, po mos me harru që kena dhe emanet për pejgamberit. Që dhe e dim në jetën tonë përditshme kur dikush vdes, na i lën një emanet, çka thojna, valla duhet më jaqu emanetin vend. Se me gojën e vet, pak para dekës, çu ka thonë. Edhe kom një shumë njerëz që e ndin këtë përgjegjësi dhe e kryen që të emanet çush ja kalon personi që ka qenë duke vdek. Mirë po, tash pejgamberi pas namazit pas ka thonë wa ma meleket eimanukum. Dhe keni kujdes ato që u janë lënë në përkujdesje, në përgjegjësi, në emanet. Hadithologët kanë thonë, për çka është fjala? Ka thonë është fjala për gratë i kanë emanet burrat. Për arsye se në momentin që ti përmerr çat nuse, se tash s'po thojna përmerr veç ai burr, po përmerr nusën krejt shtëpia. Martohet krejt shtëpia me ta. Për arsye se krejt familja kërkon mi u kry detyrat prej qasoj nusje. Do më hanë e presum hizmetin, i japum urdhra, i japum komanda, i japum dalesa, krejt kanë drejt për mbita. Në shumicën e familjeve ekziston halakja. Do më hanë, nuk është përgjegjës veç burri, që e ka emanet prej Zotit, pastaj e ka marrë emanet prej babës edhe nanës. E ke po kur t'ja bon për hajt momentin kur e për cilin nusën që e në momentet më të vështira për një vajzë që del për shpis të vetë, po është diçka natyrshme s'kena mujt asnjë me ik, edhe s'on ik kërkosh prej saj, thot, po ta lo emanet edhe po ta bëj halal, lut na kujdes për ta si për vetën tone. Edhe poshtë një video në rrjetet sociale, çfarë emanet a kish lënë nana dhonrit në Turki, që ja kish një gjitha, qofse ma torturon, qofse ma rre, qofse ma izolon, qofse s'ma shikon si veten, kur halal mos e paq, haram për këti momenti e paq vajzën time. Dhe dije që gjithherë unë e kom e qenë pra pasaj dhe kom e pas drejtat për mbi ta, në qofse ti nuk kujdesesh për ta. Edhe tregona këtu, në qofë se ki mene më naj torturu vazën që po naj merë, të më thonë, këgjo mënyra urdhrore, kish for nana, të më thonë, dhonrit, para se mja dhonë. Subhanallah, kjo është një sprov e dyanshme. është sprov për vajzën që shkon shpinë e hu, shkon këtë një familje të re, mas 20 vjetë, 22 vjetë, mas 18 vjetë, se tash po martohen edhe ma të reja, ajo komplet po fillon një botë tjetër, po fillon një jetë tjetër. Ku është adaptimi? Ku është mjë përshtat atyne traditave që ka? Ku është shtëpia që nështë si pëlqen, dikush nuk adaptohet shpejt me ndrimin e vendit, zakonet e gjithë shka. Dhe më hanë, familja burrit do të me prit me një ngërëtësi nuse. Jo me këqyr shtremët, jo me këqyr drelt, jo me këqyr me injorim. Për arsye se zatën ajo është i përjetu shumë sene që ka ardhur e re në familje tone. Edhe tash ti me këqyrë çka ki keq e ma keq për me mendu për ta, a mendon që të sheni Zot? A mendon që e kini krijues për mbi ty, që ti po je komand, po ki komand për mi ta, mrena shtëpisë tone, po është një komandant shumë i madh se sa ti, që ai të mbi këqyrë edhe ta kthem, vallahi bilaj hala pa shku në ahiret. Nëse ti bën zullum dikujt në këtë dunjë, mos harro se s'ka më ta marr shpirtin Zoti pa ta qitë aty një zullumçar, një komandant për mi ty nesër. Edhe ty me të ardh ram prej dikujt kur t'jep urdhra çashtu. Kështu që keni kujdes, se nuset i keni emanet, edhe këqyrni që shpi trajtani. Po edhe anën tjetër,
Edhe nusja do të me pas një sjellje të mirë, një edukat të mirë. Mi pranu të mirë atë të këqia të asoj familje, nuk më nësh me ka krejt 100% për shtatë. Po mu mënu të i dikon. A pes posht, a një vesniva. Edhe ta mi mshel syt dikon, edhe ti mi mshel syt dikon. Do më thonë, krejt rafsh këtë dynjan nuk ka. Gjithë shka për kryme nuk është. As një familje për kryme që të përshtatë të tysë edhe ti me babën me nanë tonë kur je ka një herë ki do zënka, ki do fjallë, ki do mos marveshje. Ashtu është edhe kur të martohesh, edhe me burë s'ki me mujtë më përshtatë 100%. Ki me pas mos marveshje disa të njihni njani tjetrin. Se janë dy karaktere shumë ndryshme që po fillojnë një jetë tre. Mirë po, krejt këtu pi falum, krejt këtu pi zvoglojna, po ju lutna zullumin, mos e duranin qofse është i tepërt. Edhe femnat. Okej, jam pra tyne që edhe unë kom bo sabër, edhe tjetra, edhe nona tona ka bo sabër, edhe fëmijët tonë mësojna me bë sabër, po dhe sabri e ka një limit, edhe aje ka një kufin. Qofse ti e shë vetën që jo të dumtu shumë, ma shumë se sa që po mundesh me bo sabër, atëre që edhe mundoh me ndryshu atë gjendje, mos e prano. Edhe nga aspekti psikologjik po flas, jo veç nga aspekti fetar. Ka njëherë ka nevoj që me thirë dikan me këshilluat familje që nuk janë të trajtu mirë. Me thirë një hoxh me shku me konsultu që so gjendja në rregull, çka mojnë me ndryshu, çka duhet këta ndryshu. Mu munu me gjetë një mes. Po prap se prap ta la porosin që kom vepru dhe në jetën tem gjithherë, edhe kësaj motre, për me dalë për kësaj gjendje për këti kaosit, që fal namaz natës. Allahu ka me të pa, ka me të ndëgju zanin tënë, për mbi të 7 qiell, ka me ja ndryshu mendjen asaj familje, ka me ja ndryshu sjelljet aty në njerëzve ndaj teje me duat e tua. Edhe jep sadak, po në njetë o zot për hir të anden, po du me dhonë sadak për më ndryshu gjendjen në këtë familje që jam, më ma përmirësu raportet, më na përmirësu mes njëri tjetrit, më na shtu mshirë mes njëri tjetrit. Se kur të martohesh be nuk i me da tokë, je shku me jetu me bo një familje të re, me formu një familje të re, ato ditë edhe jeta po shkon oj motra, më nonu me qubile me të mira dhe me buzqeshje, jo veç me zhurma e me fjallë e me thashëthame. Unë e me bindun që krej që të generatat tona, dhe që tash, që të treja tash s'po durojnë heq, amo na ma herët që kemi qenë krejt kena kalu në për që to sprovat e fillimit jetës familjare, se i na martu me kunet, me kunata, me vjehri, me qashtu ka qenë jeta. Po tash të më përqo që edhe kur të po martohen, veç me burra, prap po kam probleme. Se duhet me di që prap janë dy karakteret ndryshme. Dhe më nuk është problemi veç pse je nashta familje madhe, po dhe kur po jetojnë veç me burra pi kam problemet. Po dahën e po ka edhe dhunat ndryshme, edhe fizike, edhe psiqike, edhe krejt. Po, inshallah, Zoti na përmirëson komplet si popull, edhe kuptojna rolin e njëri tjetrit ku e kina. Edhe vjera si vjerë, edhe burri si burr, edhe nusja si nuse. Se cili me ditë pozitën e vetë, rolin e vetë që e ka, inshallah gjithë kanë me gjetë një gjuhë përbashk, edhe me bo një jetë sa ma të mire, sa ma të rehatshme, mos me knatë shejtanin. Se shejtani që të ko qef, zhurma, fjallë, fashëthëme, mos me të lanë ku ty mu marë me të mira, tu mu në vend që me pas energji, me hargju ata energji për me bo mirë, me menu me bo dikuj mirë, me aletsu jetën një problem dikuj që ka. Ti s'ki ko se je me zankat e jetës tane dhe s'ki ko me menu për me bo mirë, po dohet me munu, qysh me bo zgjidhjen e jetës tane. Kështu që inshallah Allahu me dua na përmirëson gjendjen e popullit ton ku do që jemi. Vazhdojnë Alaur, se nashta po duhet mos gjatë shumë ka do pyetje, po kanë që ashtu nevojë që duhet me fol shumë për to, ma bani halal, në qofë se jesum edhe në qofë se i marrëm pak pyetje sante, se po tutna që pihin hak asoj që po ma bon pyetjen që pas ka edhe dirte. Pyetja tjetër është kështu.
Si mund ta kontrollojmë zemërimin kur dikush na nervozon? Në start, me njëherë, thuj e udhu billahi minash shejtanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Dije që nervoza nuk vjen për me lajkev, vjen për shejtanit. A në qëse shet që na po munumi, po kim diçka një nervoz, po kim një problem, atë që thujnë e përdorëm një fjallë na, qëse zjarri është i ndezur, veç ka me qitë dru ma shumë për më ndez ma shumë. Qashtu është shejtani. Qofse e shetë na që na e kena një problem, edhe po dojmë diçka mu bo nervoz, a i veç ka më orë me të përshpërit e veshi me thonë, hej, ti shumë pak u morë me kitë punë, ti a nive që ka të thaj, a nive që pa në nënqmimi ta boni aj, ti dhezu tani, halo, në nënqmoje me fjallë, qu edhe me vepra, sulmoje, pse, ka nervozu, ka nënqmu, ka përull. Thuj veç, audhu billahi minash shejtanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, pastaj pejgamberi na ka mësu ka thonë nëse je në kam, ullo, nëse je shtrit, qu, ndrej pozitën, mbi gjithan, mëjsh me atit, mëjsh me kontrolu veten, mos fol heq, veç naljo, mos fol, edhe hin me rabdest. Ka thonë pejgamberi që është shun, zjarin ujt, që ashtu e shun abdestin nervozën. Në qatë mënyrë, mëjsh me vepru, është me mirat mires. Kështë që inshallah Allahu, na i qënë menën për me menu të Zoti edhe me menu që shejtani është të shtimu nervozu, edhe veç që të sot, na le veten, thuj, audhu billahi minash shejtanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Zotit dhasht përgjigje. Mos të nervozoj, mos të ngarkoj veten ma shumë, se çdo fjalë që folum, me lajket na i shkrujnë atje në librin e veprave tona, veç me thonë, o Zot, jepëm sabër, edhe Zoti ta ktheft dhasht përgjigjet çka dhe na i baft me ty. Kjo është mënyra më e mirë. Vazhdojmë, Laur. Po, pyetja tjetër është kështu. Qysh mundemi me dallu se a është i kënaqur Allahu me neve? Po, kena shumë arsye dhe shumë mundësi që mujna me ditë ashtu, po, mbi gjitha, unë mendoj që kena folëm të këtë orën tjetër, është sprova dënem, që shumë me ditë, u kam diqka të shto një pytje. Kur sprovohemi diqka, është sprov për i Zotit apo dënem. Edhe këto, që shumë mundemi me dallu sa është i kënaqur Allahu me neve, i bjenë sikur qofse shohëm nashta ka njëherë që i kena punë të mirë, nuk po ki probleme, nuk po ki derë të shumë dynjas, jetu u prokupu me diçka të mirë që Zoti është i kënaqur me ta. Për shembull ka shumë njerëz që Allahu ja ka mundësu mu prokupu me çështjen e davetit, mu prokupu me diçka që ju sjell njerëzve mirësi, ju sjell njerëzve përparim. Jo mu prokupu me senet kota, me senet dynjas që janë kalume, thashë thame, u presh, u ndreq, shko, sillu, këthel. Dhe më thonë, kur e nin vetën edhe ti qetë, edhe je i lumtur, s'të intereson shumë prokupimet e dynjas, je i prokupum vëqysh me knaqë Zotin, ndihesh mirë, ndihesh qetë, që atëherë din që ato janë sheja pa ka shumë që Zoti është i kënaqur me ty. Edhe jetu një mirë, shkurt, nuk është diçka që është të mundu, nuk jetu e një vetën ranë, qka do që i bën dua e që i planifikon, i lutësh Zotit ta pranon, që tu pa ka shumë mujnë me konë shenja që Zoti është i kënaqur me neve. Vazhdojmë Laur. Po, inshallah, pyetja tjetër është kështu. Çfarë këshilla jep feja për përdorimin e rrjeteve sociale në mënyrë të dobishme, siç e dim që sot mësuese shumë njerëz i përdorin rrjetet sociale me të marrë kohë apo edhe për të bërë harame. E tash feja çfarë këshille na jep? Normal feja na mëson që gjithë gjë që
bojmë në këtë botë me pas kujdes, sepse Zotit sheh spari. Rrjetet sociale i mbani mundësi që tepër e mirë, që a kena pas na këtë mundësi në herë njët, as kush se ka pas atje në Zvicër dëgjon një motër, në Australi dëgjon tjetra, në Kosovë tjetra, të më thonë kjo është mundësi që na jena të shfrytzu rrjetet sociale për dobi, që Zoti ka me dëshmu për neve, për të mirën e dobin që e kena përdur rrjetet sociale. Mirë, po Zoti na rujt. Të njëjta këto rrjete sociale kanë mundësi njerëzit mi përdor qaq për keq, sa që harami arrin në kolon. Këtë haramin e realizan përmes rrjeteve sociale. Këtë degenerimin mundet me realizu përmes rrjeteve sociale. Po inshallah na jem prej tyre. Se mos harroni se këtu telefoni është i vogël, mrena shuplakës dorës tone. Edhe më, a keni po, janë edhe ata gjamat që kanë emrin privat, që s'të kur ka jetu po, veç ti. Mirë, po mos harroni që privatsin këtë botë s'kena ku mu mshef për i Zotit. Ajna sheh. Sa do që mshefesh për kujna do qofti, prej ana njerëzit që mujnë me të po, ose mujnë me ditë se që ke po, mos harroni se Zoti e din. Çka shet ti, edhe për çka e përdur ti. Edhe që shu thash, me lajket i kena gjithë herë. Pas neve, ato na përcjellin neve çka bojmë. Ajo anës së djathtë i shkruan veprat e mira tonat në librin ton. Kjo në anën e majtë i shkruan veprat e këqija tonat. E tash dvallan, nëse ne përdorim rrjetet sociale për keq, kjo e me lajke anës së majtë ka me shkruan veprat tonat këqija. Atëherë ti s'mujtë mi mshef Zotit, edhe pse mendove që mshefe për njerëzve. Mirë po, që kjo koha mbi gjitha që kalojnë në rrjetet sociale, mos harrani, mos e kaloni kot. Mos e kaloni për veç që s'po kom qa me bo, hajt me gisht që tu, po më qetë valla, s'po nale, qka, s'po sho. Mundoni me kon prej atyne që keni pëlqy faqe që ju qesin gjanat mira dhe dobishme. Ju përkutojnë gjanat mira, qoftë për dynja, qoftë për ahiret. Gjanat dobishme që ju hinë në pun e ju hinë në dhe për mirë, ju për keq. Keni kujdes në çfarë mënyre dhe qysh i përdorni. Se këto do t'jenë dëshmi për neve. Edhe këto janë rezultat dhe i punëve tona. Se çka bojmë tani na nesër, mbas të asaj që shes syni jon, e përjeton zemra jon, ndjenja tona, edhe tani jetësojnë ana. E keni po motra degenerimi i rinis tonë dhe i ku ka shku. Pse? Se qaq keq janë të i përdor rrjetet sociale, që po kanë mundësi krejt kulturat e degenerume në krejt botën ata mi po me dy sytë e tyne në dorën e vetë. Pra mundoni që edhe na mi kontrolu fëmijët tonë se çka janë të po. E dini që në Kinë, TikTok-un e kanë të blokum, nuk kanë mundësi me po TikTok t'jashtëm. Vetëm brenda Kinës, veç ka i qetë populli mrena vetës vetë. Veç i qetë senet dobishme, senet që i qojnë për para, edhe që i përparan popullin. Por që ata dhe po dheq botën me teknologji, me zhvillim me krejt. Sa i qysh për fëmiris, edukon edhe mëson fëmin e tyne qysh me përparu dhe me punu. Jo me që kohën kot, edhe me nejt të një gjysë natës, të këshyr senet kota, ti ato me gisht, të i shiku ato videot, po gjithë sekund, qka e klikon ti me gishtin ton ato video, ata përfitojnë prej teje. Nëse s'ka bëj që shkom informata veç për një moment që e klikon ti atë videon, një euro në kontë ati i shkon me njëherë, minimumi. Limo video tjera dhe ma gjata që mujnë me konë. E qka po bën ti? Ti pe hargjon kohën tone, katë, tu e pasunu ato, tu e mundësu ati që me klikimin ton, a i mu pasunu. Amo ty koha jote po të shkon. Ti pe hargjon kohën tone me pasunu atë tjetrin. Pse s'po bohosh ti qaj që ty me të këshyr dikosh? Këta me ndone. Pse s'po prodhon ti diçka që aj ty me të kliku dhe me të po ti se qka i të bo. Ti me përfitu. Prej ti kohës tina. Jo
tjertë me përfitu prej kohës tonë. Këto më ndonë sa hartë jeni të shiku rrjetet sociale që qysh keni me dhonë llogari para Zotit për kohën qysh e keni kalu. Vazhdojmë Laur. Po, Edhe 5 minuta. po, inshallah, Pilas me skuta që mundet me qenë. inshallah, mendoj se që kjo pyetje është shumë e rëndësishme për rinin. Thot, Po, qysh mundemi me e rujt imanin kur kemi shoqëri që janë jo praktikus? vallahi, unë sot hiq ma lartë, kalova qëtu të xhamia madhe, masi e përfundova ligjëratën që pota të xhamia mesme. Edhe i shkon koha pauzës që ishin dalë gjimnazi edhe Ahmet Gashi, këto dy shkollat afër që janë Prishtinë, kush e din. A besoni motra që më ka ardhur me kajt për rinin tonë se në çfarë gjendje i kum pa. Atu ka qenë inserti 5 minutësh që unë ku mujt me pa diçka. Skenat që më kanë dalë përpara. Po në asë një tri edhe një tre nuk e pash me një sjellje që i tohet me kanë moshës tina. Njënën e pash me cigare, tjetërën e pash me veb, e ja marshin njëna tjetërës, veç e transferojshin në për gojat njëna tjetërës, unë po që ditë nga qysh nuk po kanë ironia të fa gërdi, nuk pjo vjen bre më falin shpreje. Për me shtin gojen e njëna tjetërës atë farë cigaren me bojt të njëna tjetra. Qysh nuk e kanë këtë iritim, qysh nuk kanë pas tërtit gojes dë vetë, me pos privatësinë e jetës dë vetë se cila, me brushën e tona ja i jep dikujna me lodhëm ta, kur? Pse? I kimi ropët të tua se cili? Po që ashtu është edhe ajo, bre, ajo e shkreqja u ka e mëlzu shëjtanit e i natë shkallë. Veç e nërëshin njona për tjetërës. Veshja ishtë maksimum dëgjeneruse. I këshën qitë, më falni se po do të më përdur shprejet në shta, jo të mira. I këshën qitë barkat, këshën gjitë vatë, atu në kërtizat e tyne. Aty nuk ishtë koha mirë për me qenë që ashtu trupi krejt i zhveshën. Ku shkoj ke muhabeti me në gjinin e kontër, për qafimet, as një hajrë unë nuk pajsha pe qasoj rinije që ka me ardhë. Se sheja të regoj. As nuk e niva, as një fjallë të mirë, edukuse, ose një fjallë për mësim. Veç shamje, fymje, se cila më ne kemu të regu ma fani me dalë para tjetërës, dhe më hanë kjo është të meshme. E këtu kemi kujdese, ashtu me kanë shoqëru është edhe kemi pas edhe ti jetën tonë. E ka një fjallë arabt, mos pët për shokun, mos pët për personin, por pët për shokun e ti, thujnë. Më hanë që ka qenë edhe fjalla jonë e vjetër, me kanë të resht që ashtu bahësh. E keni kujdes, zgjidh në personin me kanë po jetani, me kanë po shkani në shkollë, po këthini prej shkollës, me kanë po jetani se ti nuk e kuptan. Amo, pema që është e mykun, qofse rrin nga të asoj pemës që është e shnosh, rrin një javë e shnosh, 2, në 3 javë që janë nisë dhe ajo kalbet, prej sajna. Kështu që keni kujdes, mos u bëni mund diku prej shoqërisë të keqe, por bëhu ti, aji ose ajo e forta që ata mund diku prej këshillave tua dhe mu kthy në rrugën tonë dhe drejt. Jo ti mu degeneru dhe me dalë prej rrugës Zotit, duke i po ata degeneru. Mos të ashtin lakmin shejtani me shkuti mas atyne të keqes, po shikoj me dhimbshuri dhe me dhimbje ata rini, kur i sheh që janë rrugë të keqe, munohu mu shoqëru me ta, në qoftë se e din ti që ki veten të fort, edhe ki imanin e fort, edhe nuk ndiko është i prej tyne që me dalë prej rrugës ti, po munov që ata me hinë rrugën tane. Munov që ti me këshillat e tua të leta, të buta me pas kujdes, jo me dhunë, jo me urdhër, po me taktik. Me pas një strategji të letë, bukur. Hajde shkojna sot veç pak e ngojna në ligjërat, hajde veç shoqëra mu, hajde veç ti qëtu se po du më marra abdes ka mu falë, ajo tu të po ty 1 ditë, 2, 3, thotë, se dhe onës po falë, ma se kjo po falët.
Një ditë ja jep një libër që ja zgjon interesimin për islamin, një ditë ja dërgon një ligjërat që është e bukur, që ja tërhjek vëmendjen për mirë, ja zbut zemrën, edhe bën dua. Unë sot me xhamat e bona që dert dhe bona dua, thash o Zot, o zoj rinin ton të ku janë të shku kështu. As nuk e din pozitën e nxënësit, as nuk mësojnë, as nuk e din pse shkojnë në shkollë. Që ka ajo më qunë 6 sabajt me shku me mësu. E qka po donë me bo tjetër gjusë se së mësan. Allah ile veç ka alëzëm për çka të kryoj Zotit ty e ta dha gjithë kitë energji të rinis. Për çka ki me shfrydzu tjetër në qusë se shfrydzon për mësim. A të ka kryu Zotit ty veç me nejnë këkër shpinës gjithë ditën edhe me këqyr seriala trena, por nuk është kjo në regull. Nuk është kjo në atë nivelin që na duhet me pas këtë preokupim rinia jonë. Duhet me pas preokupimin qysh me shku për para, qysh me nxanën e qito ditë rinis, se ma nuk të kthehen. Kur të vjen një mosh pak ma vonë, me ta pru krejt shkollat e botës se ti s'ki ma interesim për mësim. Nuk ka interesim ma inteligenca jote për me pas atë vullnetin që sheki tash në rini për me mësu gjana të reja dhe me shku në shkollë. Ata në kam diqka ekspertat më hershëm që kanë bakit regull. Shkolla fillore, shkolla mesme, fakultetit, të më hanë, ti kanë qitë me moshën tane edhe kohën e mënyrën qysh duhet edhe me shku në shkollë. Kështu që mëse neglizhoni shkollën, mëse neglizhoni shoqërinë, po keni kujdes se qysh rrenin brenda shoqërisë. Allah na i udhësoft, na i drejtoft rinin tonë, e na i rujt për gjithë këtë degenerimi, ka që të manë këtë bota që i në qumë na i prish këtë popull, se popull ma i pastër zë shqiptarët nuk kemi qenë, po jemi duke unë dytë me kulturat huja, hiq mos të flasëm për islamin. Kulturën, edukatën si edukat, traditat si tradit shqiptare, i në mos më na marrë lakmi këtë bota. Edhe të mundomi të vendosim kufet, edhe të qëndrojmë brenda asaj tradite që kemi pas pastër. Allah na mundsoft. Amin, mësuse. Amin. Atëherë motra, ka që ishte për